E-njëjtja parlamentare nisi me Elisa Spiropalin që doli t'i bënte moral opozitës, por çaloi në moralin e saj kur konferencën për shtyp të thirrur me gazetarët e ktheu në monolog. Me hidhsinë e humsit keq dhe pandrejtësinë që i karakterizon, janë sulur me vëxhut të padëgjuar, të përdhosin emrin e Shqipërisë dhe të çdo shqiptari, brenda e jashtë vendit. Ishte deklarat për shtyp. Kjo qasje duket se ishte edhe strategjia e majorancës për të përballur me opozitën në sallën e seancave plenare, duke akuzuar për moral të munguar, kur ankohen për zgjedhjet e 11 majit në Bruksel. Aq sa, si provë tundën rezolutën më të fundit të Parlamentit Evropian. E ke shkruar këtu, ja. Ja ku e ke shkruar këtu. Ja, plasi syt, ja ku e ke shkruar këtu, ja. Pika 3 thot, i kërkojmë thot Komisionit Evropian thot, dhe Këshillit Evropian thot që të kushtëzoj thot procesin e antarësimit Shqipëri. Për çfarë ta kushtëzojmë? Se nuk ju pëlqen ju rezultati, po kur ju ka pëlqyer ndonjëherë ju rezultati? Kur ju ka pëlqyer ju rezultati ndonjëherë? Bashkëpunimin e elementëve kriminal me partitë politike nuk e thot më vetëm Partia Demokratike. E thon gjetjet paraprake të raportit të OSBE-Odirit. Kontrapundo i këtij debati qelloi të ishte sërish një socialist, Erion Braçe, i cili kishte një qasje tjetër, se çfarë do të duhej të prevalonte mbi debatin zgjedhor. A tu pyes me sa po e blini shalqinin? 1000 lekë. Tani kur çmimet e ushqimeve vinë kështu, në rritje. Po pse ne duhet të rrim e të flasim për gjëra që praktikisht mund të zgjidhen qetësisht, ashtu siç edhe kolegët e mi të opozitës i kanë adresuar në institucionet përgjegjëse për administrimin e zgjedhjeve. Por qetësinë e Braçes e prishi Flamur Noka, i cili kërkoi të fliste në sallë, duke shfrytzuar mekanizmin e procedurës, por temperamenti duke se tradhtoi sërish. Do t'ja lejoni zotit Bylykbashi të flasë për raportet e OSBE-Odirit, se i di më mirë zoti Bylykbashi. Fjalët e numrit 2 të demokratëve i kushtuan përjashtimin nga seanca, ndërsa Spiropali u tregua gatshme të kalonte në votim nëse tensioni do të kishte zgjatur.